Në shkollën teknike profesionale të Korçës, nxënësit po tregojnë aftësi dhe pasion të jashtëzakonshëm në drejtimet që ndjekin përmes projekteve praktike që jo vetëm dëshmojnë njohuritë e fituara, por edhe nga angazhimin e tyre për të bërë profesionistë të së ardhmes. Ersi Haliti, nxënës në vitin e dytë në drejtimin shërbimi mjeteve të transportit, tregon me entuziazëm për një nga projektet më të veçanta që ka realizuar me grupin e tij, një mjet i vogël me pjesë mekanike të çmontueshme dhe motor funksional. Kemi krijuar të mjetin e vogël, ku kemi realizuar pjesën e mekanike të çmontueshme, me pjesë të çmontueshme që mund ta çmontosh dhe mund ta montosh pranë. Kemi dhe pjesën e shërbimeve mjetesh të transportit që është motori. Për këtë është dashur rreth 4-5 muaj dhe është një punim shumë i mirë. Ne na ka pëlqyer si punim, nuk e di sa do ju pëlqejë ju. Ne jemi shumë të gëzuar. Edhe Andi Shaliu, nxënës në vitin e tretë, ka kontribuar në projekte të avancuara teknologjikisht. Ai shpjegon ndërtimin e një shtëpie model me sensor parkimi, sensor dere dhe sistem elektrik të instaluar nga vetë nxënësit. Bashkë me grupin kemi realizuar një shtëpi ku kemi bërë dhe sensorët e parkimit që tysh edhe sensorin e derës. Kemi bërë çelës me 2 pozicione për shtëpitë banimit të jashtëm dhe instalimet e brendshme, si kutitë shpërndarëse dhe çelësat. Gjithmonë ka vështirësi rrugës, po ja kemi dalë me grupin. Gati 2 muaj. Sigurisht jemi të kënaqur me punën që kemi bërë. Daniel Shabani, një nxënës i vitit të parë në drejtimin e hidraulikës, ndan eksperiencën e një projekti të përbashkët mes 3 degëve të shkollës, ndërtimi, elektrike dhe termohidraulike. Ata ndërtuan një model të një mbikalimi me konstruksion të detajuar dhe ndriçim funksional, ndër të tjera me shumë krenari. Danieli u bën thirrje të rinjve të zgjedhin shkollën teknike profesionale për të bërë profesionistë në të ardhmen. Tek rrethi me mbikalim kanë punuar nxënësit e 3 drejtimeve, nxënësit e ndërtimit, elektrikës dhe termohidraulikës. Pjesa e konstruksionit dhe prerja tërthore siç e shikoni është realizuar nga nxënësit e ndërtimit, ndërsa pjesat e shtyllave elektrike që janë me tuba prej bakri janë realizuar nga nxënësit e termohidraulikës, duke filluar nga ngjitja dhe fërkimi i tyre. Më pas, ndriçimi është realizuar nga nxënësit e elektrikës. Që nga fillimi i këtij punimi, që ka qenë vizatimi i tij, deri tek përfundimi i tij, faza e fundit që është bërë prezantimi në shkollë, janë dashur gati 5 muaj. Kur shohim këtë punim gjatë pushimeve që kalojmë tek holli i shkollës, ndjehemi shumë të lumtur që përpjekjet tona ja kanë vlerëtur për bukurinë që të fal ky punim. Ju them gjithë të rinjve që mund të vinë këtu te shkolla profesionale teknike nëse duan të bëhen profesionistë të së ardhmes. Ndërkohë, drejtoresha e shkollës Angela Taho ndalet te rëndësia e ditëve të hapura, një traditë tashmë në këtë institucion. Taho shton se bashkëpunimi me institucionet arsimore të qarkut ka qenë shumë i frytshëm dhe se më shumë se 60% të shkollave të qarkut kanë vizituar tashmë shkollën teknike profesionale. Prej vitesh tashmë organizojmë në shkollën profesionale teknike ditët e hapura, i kemi quajtur 3 ditë të plota të vënë në dispozicion të gjitha shkollave nëntëvjeçare të qarkut të Korçës, me qëllim organizimin e vizitave dhe prezantimin e ofertës së shkollës teknike profesionale për të gjithë të interesuarit dhe jo vetëm për këto drejtime. Janë ditë në cilat ne ekspozojmë të gjitha punimet e nxënësve gjatë gjithë vitit mësimor, prezantojmë ofertën me mundësitë që ofron shkolla teknike, jo vetëm drejtimet e saj, por edhe përfitimet që kanë ata që nesër do zgjedhin shkollën teknike profesionale. Gjithashtu gjatë këtyre takimeve ju japim mundësi prindërve dhe këtyre nxënësve për të njohur me këto drejtime të kërkuara nga tregu i punës sot në rajonin e Korçës dhe jo vetëm. Ne kemi krijuar edhe këndin e nxënësve të interesuar, ku çdo nxënës i cili e sheh veten në një nga drejtimet e shkollës teknike profesionale, le tek muri të dhënave preferencën e tij për një nga drejtimet dhe kontaktin e tij, në mënyrë që ne mundemi nesër të lidhemi me familjen e tij për t'i dhënë shpjegime të mëtejshme ndoshta për ofertën, për mundësitë, për përfitimet dhe për gjithçka tjetër që do t'i nevojitet. Ajo që kemi parë deri më sot është interesi i lartë i të gjitha shkollave. Për fat mirë kemi një bashkëpunim shumë të mirë me të gjitha drejtoritë
me drejtoritë arsimore në qarkun e Korçës, koordinatorët e karrierës sjellin nxënësit dhe sot mund të themi që në ditën e dytë kemi më shumë se 60% të shkollave që e kanë vizituar, shkollave 9 vjeçare që e kanë vizituar shkollën teknike profesionale. Edhe pse ne jemi përqendruar në këto 3 ditë, kuptohet që deri në shtator, kur dhe fillon viti i ri shkollor, dyert e shkollës teknike profesionale do të jenë të hapura për nxënësit dhe prindrit. Shkolla Teknike Profesionale e Korçës po dëshmon çdo ditë se investimi në arsim profesional sjell rezultate konkrete dhe frymëzon të rinj të drejt një të ardhmeje të sigurt dhe të suksesshme.